Hyrja e lagjes Kodrina në Prishtinë është kthyer në një sfidë. Kjo me banorët e lagjes thonë se një ndërhyrje nga kompania rajonale ujësjellësit e la rrugën në këtë gjendje. Ndërsa ajo vështirësua pas rreshjeve atmosferike të ditëve të fundit. Që dola sot kjo uje, ama rruga është zakonisht aty prishet, që aty. Gjithmonë që 2 vjetë gati që jam këtë lagje, duhet me alë rrugën kereve, ka një herë ka shumë mujë kërë është jo vina, po të stërpiken. Ka do të kujdes shumë, ka edhe shumë pa të kujdes shumë. Kjo banore nuk ishte e vetmja që ankesat e saj i ndau me TV1. Kjo rrugë është problemi që që se kanë shtru dhe apet e kanë prish. Se të nderat janë pytje krejt, shumë vështërsi ka. Edhe me bosh tash të më ngri, këtu bëhet katastrofë. Edhe gropat janë katastrofë, kjo rrugë nuk e di kulla pjepin, çfarë punë krysi, po i kryjnë këto punë. Po për neve vështirë shumë, për fëmija vështirë shumë. Fëmija shkën në shkollë, që tash s'pasa kur gjo që ka botë. Shumë, kush nuk mërë mos, heq, nuk e di. E moti i ditëve të fundit bën që disa banorë të pësojnë edhe me keq. Si shpesheni, koha është minus, sot kam qenë deri -10, plus uji po rjedh, plus rruga shumë e ngushtë dhe shumë e vështirë me të kalu. Unë më ngjas jo mërzu vish një herë. E lehtësim për banorët duket se nuk do të ketë papërmirësimin e kushteve atmosferike. Të paktën kështu i kanë thënë të dielën televizionit nga kompania rajonale ujësjellësit në Prishtinë. Kemi kontakt dhe marrëveshje me NPP-n për asfaltim të kropave, po për shkak të kushteve atmosferike, nuk jemi aktualisht duke punuar. Kjo çështje do të rregullohet me fillimin e punëve nga NPB. TV1 ka kontaktuar edhe me komunën e Prishtinës për këtë problem të adresuar nga banorët. Nga komuna kanë thënë se kjo është në përgjegjësi të ujësjellësit dhe nëse gjendja nuk rregullohet, atëherë do të shqiptojnë gjoba.